jap garanci të plot para çdo shqiptari se asnjë rrogtar i këtij shteti përfshi presidenti dhe kryeministri nuk mund të bëhet me 3 de facto me 4 në rrogën e shtetit. Nuk të lejon kurse si. Por ky s'ka 3, ka 4, sepse ky deklaron se jam me qera tek vjerri. A e kuptoni ju tani se çfarë mashtruesi është? Me qera tek vjerri. Po të thoshte se vjerri i ka bërë dhurat vajzës së vet një apartament, unë absolutisht do ta pranoja se baba vajzës i bën dhe dhurat. Nuk do të avija në diskutim. Por apartamenti është ndërtuar, ky është aksioner aty dhe thot jam me qera tek vjerri. Po kujt ja thot ky këte? Ku gjen këte? Ku i gjeti ky 3 apartamente, pronar me 3 apartamente? Cili njeri mund të ketë me rrogën e shtetit 3 apartamente? Ja po ta them unë, me rrogën e shtetit kam arrit të ble gjithsej 40 metër katror ndërtim. Mund ta blija, po duhet më shumë, po duhet blija mirë kredi. Pa kredi me rrogë nuk blijen. Pra, ky ka... Keni një akuzë, zoti Berisha, zyrtare, në lidhje me të gjithë aktivitetin tuaj. Jo, një minutë. Urdhë? Ju keni një akuzë zyrtare, zoti Berisha, nga SPAK, dhe fakti që keni një akuzë zyrtare, a ju bën në konflikt interesi? Për çfarë është akuza me që thoni ju? Tani ta vendos gjykata. Jo, një minutë. Me që se e përmendat, unë s'desha ta nuk jam marrë me të këtu. Po ajo është një histori mashtrimi dhe falsifikimi gjerë në qiell. E di çfarë thanë këta në fillim apo jo? Ka marrë vendime për të favorizuar dhëndrin. A e din çfarë thonë apo jo? Jo, nuk ka vendime, po ka përfituar nga vendimet. E kupton apo jo? Pra, pasi mashtruan publikun se vendimi numër aq e kaq i ministrisë për përdorimin i kryeministrit për përdorimin e letrave me vlerë u bë me qëllim që të përfiton të dhëndri, dhe kur doli se dhëndri kishte përfituar gjithsej 64 euro, se i kishte paguar të gjitha para vendimit, atëherë mbetën mashtrues ordiner dhe thanë, jo, nuk ka vendime nominale, nuk e ka bërë me këte paj, ka përfituar 64 euro. E kupton çfarë mashtruesi ordiner janë këta? Çfarë thanë? Një minutë. Çfarë thanë tjetër? Ja u ndryshoi destinacionin. Destinacionin e ka ndryshuar Edi Rama edhe para privatizimit nga pronarët të mjeteve. Po nuk guxojnë ta thrasin Edi Ramën. Personi që ka ndryshuar destinacionin e ndërtesave dhe të terrenit është pikërisht Edi Rama, sepse bashkë me vllain e tij kishin ndërmend të ndërtonin aty një qytet të vetëm. Pra, në qoftë se Edi Rama, me që thue, në qoftë se Edi Rama ka firmosur me 10 vendime nominale, nga cilet 4 vetëm për Carlo Bolinën për të marrë tokën e falur nga pronarët për gjimnaz të Lagjes. Ka firmosur 38.000 metër katror për vllain e tij në tek Rapi Treshi. Ka firmosur me miliona metër katror për klanet e tij. Sali Berisha ka vetëm një firmë nominale në të gjithë karrierën e tij. Kjo firmë lidhet me një banesë që është bërë dhurat shkrimtarit të ndjer Ismail Kadare. Dhe ajo është bërë sepse shteti mori për ta bërë muze shtëpinë e tij në Gjirokastër. Asnjë vendim kur nominal. Ndaj dhe, për një minutë, jo tani se kam prapun. Kam prap. Këta mashtrues, armiq të egër të pluralizmit, bën vetingun Sali Berishës. Dhe për çka jam mirënjohës. Jam i vetmi politikan me vetim të plot nga armiqtë e mi. Çfarë nxorën?
çfarë nxorën? Nxorën se kursimet e mia dhe pasurit të gjithçka e imja ishin një apartament 40 metra më i madh se ai në diktaturë dhe 100.000 euro 54 vite punë. 100.000 euro. Bashkë me bashkëshortën time. Nxorën pastaj si korrupsion pushimet e paguara edhe të deklaruara nga vajza ime një javë, bashkë. Keni dëgjuar ti ndonjëherë në historinë e botës se mund të konsiderohet korrupsion një gjë e tillë? Nxorën korrupsion, faturën shtetësore të paguar nga vajza ime, një faturë për mua dhe për nënën e vet. Nxorën korrupsion, pagesën që vajza ime dhe dhënri kanë bërë për 3 familje në nevojë. Pse korrupsion sipas tyre? Sepse kanë bërë sepse fëmijët trajtohen në qendrën e autizmit që drejtohet nga bashkëshortja ime, e cila prej 20 vitesh nuk ka marrë një qindar në atë qendër, ka punuar vullnetarisht. Pra, këto janë akuzat që thoni ju. Dhe këto i ka formuluar ish xhelati i sigurimit të shtetit Arben Kraja, me Altin Troplinin dhe Enkelejda Fetahun, Mikeshën si motër të Tauland Baus dhe asaj gjyqtares Fetahun. Pra, a janë këto të vërteta, me qenë se hyre në këtë pikë. Unë bëra pyetje zoti Berisha, kjo është detyra ime, apo jo? Në qoftë se, jo, ti bëre pyetje. Dakor, dhe unë t'u përgjigja. Pra, ky si mercenar goditi pluralizmin në vitin elektoral në mënyrë që të fitoj partia e tij. Por kjo është një betejë në vazhdim. Nuk mbroj asgjë tjetër përveç pluralizmit politik. Doktor, pas 2 ditësh keni një seancë në gjykatë kushtetuese, çfarë prisni? Për zotin Bravo nuk më dhe një përgjigje. Për drejtuesin e ri të SPAK. E dhashun në konferencën e shtypit para 3 ditësh më pyetën dhe komenti im ishte ky. Në dallim nga paraardhësi i tij, i cili e mban atë vend çdo ditë në kundërshtim me kushtetutën, u zgjon përputhje me kushtetutën sepse mori 7 vota. Komisioni ose famozi KLP ishte mizogen. A mund të kuptosh ti tani, ju pyesun ju, zonja, që ato zonjat e KLP-s, Mandri dhe ajo tjetra, Bogdani, apo kushje tjetër, të mos japi një vot të vetmes përfaqësuese të grave, vajzave, që arriti të kualifikohet për vlerësim. E lanë pa asë një vot, mizogeni e plot. Dhe më shumë se mizogeni, biles. Ky është komenti im për atë procedurë. Doktor, pas 2 ditësh gjykata kushtetuese